Argjinatura e mbrojtjes së bardheve nga vërshimet e Kirit, e gjatë rreth 200 metër, ka pësuar dëmtime të paktën në 2 pika, si pasojë e prurjeve të shumta ujore të këtij lumi në periudha të ndryshme të dimrave të fundit. Në këto objekte janë konstatuar rrëshitje gurësh, siç e tregojnë edhe filmimet dëmje shkaktuar në mes të argjinaturës, aty ku përplasjet e dallgëve kanë qenë më të mëdha, duke rrezikuar çarjen e saj, në një rast tjetër vërshimesh të rrëmbyer. Kjo do të kishte pasoja të rënda për shtëpitë e bardheve përgjatë brigjeve të Kirit, pasi uji do të gërryente themelet e tyre. Është kjo arsyeja pse Bordi Rajonal i Kullimit dhe Shtabi i Emergjencave Civile të Prefekturës së Shkodrës kanë përgjegjësinë ta inspektojnë sa më parë këtë situatë, duke shoqëruar me masat e duhura për riparimin e pikave ku ka rrëshitje gurësh, pasi në të kundërt dëmtimi më tejshëm i saj do të kishte pasoja të rënda. Së bashku me argjinaturën mbrojtëse të bardheve, është e nevojshme që të ndërhyhet edhe në bazamentet e kolonave të urës, pasi edhe këto të fundit kanë pësuar gërryerje të shumta nga vërshimet ujore të Kirit.